vëndi kaq i shenjtë, gati në nivelin e Vatikanit, po për linjën e mesme. Dhe unë e shikoj këtë luftë, jo vetëm për vetëm naftën, dhe jo vetëm për pjesën e burimeve që ka Irani dhe pjesës strategjike të asaj ngushtice ku kalon 25% e naftës në gjithë botën, por edhe pjesë e luftës fetare. Fakti që... A është si luftë të shenjtë? Po, është një luftë besime, është luftë fetare. Më thënë, kjo lloj urrejtje për vendet islamike dhe ky lloj islami politik që është në këto vende, sigurisht që Izraeli ka dorën e vet tek Amerika, duke shfrytzuar lider të tillë me shantazhe të tilla siç është dosja Epstein, ku Trumpi në momente të caktuara është i përfshirë në këto dosje, sepse ta mbaroj, pastaj ju dëgjova, më dëgjoni dhe mua, është i përfshirë në këto flet, ose janë gati 3 milion janë studiuar dhe janë zhbër, janë publikuar, janë më tepër se kaq, dhe në momenti që çifti Bill Clinton, Hillary Clinton, po jep një llogari para Kongresit, Trumpi goditi këtë Iranin në mënyrë të tillë që duke anashkaluar gjithë organizma ndërkombëtar, OKB-n, ligje ndërkombëtare, dhe sot ne ndodhemi në një gjendje të tillë. Ne ndodhemi në një gjendje të tillë. Pesa Mirelës, ne ndodhemi në një gjendje të tillë që themi a jemi në luftë apo jo. Lufta më e madhe që po bëhet tash është përfshirja e Europës në mënyrë të tillë që Izraeli dhe Amerika të i ketë aleatë fuqishëm në lidhje me për historinë, se historinë e kam fiksim dhe që vendet më të shenjta për Islamin janë Mekka dhe Medina. Po pra sa ma mori. Mekka dhe Medina. Jo, Arabia Saudite jo ka një Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara. Kurse për shijat janë dy vende që janë Irak, Naxhafi dhe Karbala. Do më thënë, nuk është se është vendi më i shenjtë islamik dhe islami politik dhe islami organizimi që ka Irani është gati në... Islami politik në kuptimin e një shteti në cilin sundon sharia, se ky është islami politik, ka qenë ekzistues, ke vendet Arabisë Saudite, vendet e Egjirit, kanë qenë përpara, ka qenë bile përpara Iranit, i cili kishte një mbret, si puna Shahu deri në 79-ën. Pra, nuk është thjesht kjo ishte organizimi ka qenë para Shahut, ndërsa Shahu ishte ndikim Izraelit i emërimit të Shahut aty dhe regjimi që vendosi ndikimi që ka patur Izraeli dhe Shahu ishte një po ne si Shqipëria rrezikojmë? Vetëm para se ti përgjigjem kësaj, jam dakord me zonjën Mirela për sa i përket një interesi politik të kampit të Trumpit për të hequr vëmendjen nga dosja Epstein dhe për të provokuar shpaka shumë skenari i Walk the Dog, ai filmi i famshëm me Robert De Niro. Si mbaron Lejfiza në studio. Besoj e mbani mend që Amerika sulmon Shqipërinë për të shmangur vëmendjen. Walk the Dog. Filmi i famshëm dhe është një lloj skenari. Për sa i përket urrëties për vendet islamike qëndron fare sepse për momentin Teherani... Më falë, Okej, jo, mbaroni këto ju edhe flasim.